Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot ka një nxitje për të shfaqur me vendosmëri. Ndjeni energjinë për të bërë veprime që më parë kishit hezituar. Në aspektin profesional, është momenti për të marrë frena dhe për të bërë një hap që tregon se jeni serioz. Në marrëdhënie, mund të vijë një diskutim që shërben për qartësi, mos e shmangni. Demi. Për ju është një ditë për të ndërtuar themelin, pavarësisht se mund të shfaqen zjarre të vogla emocionale. Qëndroni stoik. Në punë, përqëndroni në detaje që mund të krijojnë diferencën. Përfundimi i një projekti apo një raport i vonuar do të vlerësohet. Në dashuri, miqt ose persona të afërt mund të sjellin një këshill të vlefshme. Dëgjojeni me vëmendje. Binjakët. Sot, mendja juaj vrapon më shumë se zakonisht. Ide të reja, ndërveprime intensive, komunikime të shpejta. Shfrytëzoni këtë ritëm për të bërë atë që ju pëlqen. Shkruani, flisni, prezantoni. Megjithatë shmangni shpërqendrimet. Mund të filloni shumë gjëra, por të mos përfundoni asnjërin. Gaforia. Kjo ditë sill nevojën për stabilitet emocional. Mund të ndjeni që doni të tërhiqeni për pak dhe të rifitoni qetësinë. Është një mundësi e mirë të riktheheni tek vetja, të bëni një reflektim të vogël për atë çka ju nevojitet. Në punë, mos nënvlerësoni detyrat rutinë. Ato mund të jenë baza për qetësinë tuaj. Luani. Energjia juaj sot është e dukshme. Një ide kreative mund të dalë në sipërfaqe dhe të marrë formë. Mos keni frikë të vini në pa atë që mendoni, por mos harroni të dëgjoni edhe të tjerët. Në marrëdhënie, vlerësojeni partnerin për atë që bën. Mirënjohja sjell energji pozitive. Virgjëresha. Sot është koha për të vënë rend në gjërat tuaja, mendime, ambient, detyra. Një listë e thjeshtë me çfarë dua të bëj sot do të ndihmojë më shumë, do t'ju ndihmojë më shumë. Në punë mund të zbuloni se diçka që ju pengonte është më e lehtë nga sa mendonit. Veproni me sistem. Në marrëdhënie, jeni të përpikt dhe përkujtoni dikë për detyrimin që ka ndaj jush. Kjo sjell respekt dhe besim. Peshorja. Balanca është fjala kyçe sot. Ju ndjeni impuls për drejtësi, për mirëkuptim, për harmonizim. Në marrëdhënie, provoni të shikoni situatën nga këndvështrimi të tjerëve. Kjo sjell frymë të re. Në karrierë, mos keni frikë të kërkoni një bashkëpunim ose të zgjidhni një çështje që ka ngecur. Koha është e favorshme. Akrepi. Për ju, ka një thellim sot, thellimi i ndjenjave, i dëshirave, i motivimit. Një impuls për ndryshim mund të dali, jo domosdoshmërisht i madh, por me rëndësi për ju. Në marrëdhënie, jeni të sinqert dhe hapeni zemrën. Është momenti për të lënë pas dilemat. Shigjetari. Ju ndjeni nevojën për liri dhe për të kapur horizonte të reja. Megjithatë sot, është mirë të lidhni këtë dëshirë me veprime konkrete. Ëndra pa themel mund të mbesin vetëm ëndra. Një ide që e mbani prej kohësh, sot mund të marrë formë reale nëse veproni. Britsjapi. Serioziteti dhe besueshmëria juaj sot shpërblehen. Mundi i punës ose një projekt që keni nisur prej kohësh mund të ndjejë një ritëm më të mirë. Në marrëdhënie, shprehni atë çka doni. Dikush ju sheh si të fortë, por s'do të dëmtohet nëse merrni atë liri që keni nevojë. Ujori. Sot mund të ndjeni pak të ndërlikuar ndërmjet ideve dhe realitetit. Mendoni për atë çfarë doni të bëni dhe se si mund ta ktheni në veprim. Kreativiteti juaj është i pranishëm, mos e nënvlerësoni. Në marrëdhënie shoqërore, një takim i parashikuar mund të sjellë surpriza të mira. Peshqit. Sot intuita juaj është në rritje. Dëgjojeni atë. Një ide, një ndjesi, një ëndër mund të tregojë rrugën. Në marrëdhënie, ndjeni nevojën për të rikthyer pak në kohë. Nuk është domosdoshmërisht për të qëndruar larg, por për të vlerësuar situatën. Horoskopi në Top Albania Radio.